Kohë më parë u bë pjesë e labelit Baba Stars. E kemi dëgjuar, por nuk e kemi parë. Paraqitja e tij e parë ishte në këngën Baba Stars së bashku me anëtarë të tjerë të këtij labeli. Për e këtë parë në prive vjen Kozman, i cili ka shumë çka për të na treguar. Ylberi është një djalë që po inkuadrohet në skenën e vendit tonë. Ai përket në moshën 27 vjeçare, që një kohë gjatë jeton në Londër. Si shumë familje që emigruan jashtë vendit, edhe familja e tij vendosi ta bëjë të njëjtën gjë. Reperi është i njohur me novën Kozman, dhe ai tash ka vendosur të jetë pjesë e hip-hopit tonë vendor. Për shkak të kohës gjatë qëndrimit të tij në Angli, ai e ka pak të vështirë të flasë rrjedhshëm gjuhën shqipe. Kozman vjen për herë të parë për ju në prive. What's good, klani? Unë që 14 vjetë e jom Londër, jom shku atje kur i kum pas 13 vjetë. Edhe në Londër kur kum shku të parën erë atje, nuk u kom pash letë për mu se as gjuhën se kum dit, as shoshni nuk kum pas. Mas nej, po prap, deri dikun jom munu me gjithë vetën, deri sa kum bo shoshni. But then it wasn't easy for me. It was a bit hard. It was a bit quiet for me, filimi veç. Jom gjind do vene dhe kom bo shoshni. Edhe I was okay veç. Shanca e parë mu që mu ka bo për më ardhë Kosovë u kon në vitin 2005. U kon shanca e parë une që kom mujtë më ardhë për Kosovë edhe jo më ardhë në qatë herë. When I got here, u kom kit different. Prej qyshe kom lonën e Kosovën, kur jom shku, kur jom kon 13 vjetë. To ja u tregu jetën e ti, e shohim edhe një ditë ti në kryeqytet. Nga banesa vazhduan për në kafën në vendin që udhëhiqet nga menaxherët e labelit Baba Stars, ku Koz kishte ngjarje për të treguar. Kjo histori tregohet për vitin kur ai erdhi në Kosovë. Kur erdha qatër në 2005 të parën herë, qatër nëna shku në për koncerte me Visarin edhe me Ledrin këndogët jena konë. Jena konë 0-100, nga pa ndodhë një trip shumë pak i smut, jo trip, po u konë edhe pak si aksident me jet ski atujit. Unë e Visari pa të mbonë ndeshje, shumë këgjaran. Dita e tij pas një kafe vazhdonte për një studie dhe labelit, ku tani ai është antar zyrtar. Ndihma nga shoqëria është ajo që e bëri edhe Kozmanin të mirët me muzikë. I can say we went over like hundreds of concerts. I just went there for fun just to see how they do, and then they got mad fan base. And from there, I thought obviously I've always been on a hip hop vibe, listened to hip hop a lot, and I thought, you know what, something can go on if I try do a little something. Një ndër emra që ati i dha mbështetje shumë të madhe është reperi Geti, që i kishte ushtruar presion të vazhdueshëm që Kozit të këndonte. I can say one of the main guys that really pushed me, it was Jeezy, and that's Geti. So he pushed me, said, you're the one, you can do it. And obviously I knew, but I was just taking it easy, and then from there I just started it. And there you go, and you can see me, man's in a family now. Me njerë pas inkuadrimit, Kozman lancoi këngën e tij të parë me labelin.
Këngë kjo që mbante edhe emrin Baba Stars. One of my first thing that I've done obviously was the Barber Star, which obviously was with a family. And there I was a bit in two minded because I'm not really a big writer. I don't really write lyrics a lot. And I was thinking like the best way to represent myself. And I didn't have a lot. I think it was like a little 16 bar that it was. And on that 16 bar, I wanted to like explain a bit of my life in London and where I really come from. Because obviously, as you say, like Pristina Lyon për këtë ata që nuk e din. I wanted to explain that man's from Pristina, but I do my thing in London. Edhe projektet e reja në të ardhmen janë shumë domosdoshme, sepse reper nuk je vetëm me një këngë. E duke marrë parasysh që edhe me një këngë vetëm i krijon fansat, atëherë nuk duhet i lesh të zhgënjehen me ty. Edhe kënga e tij e fundit është realizuar në klip. E për herë të parë dhe ekskluzivisht do ta shohim në vazhdim vetëm në prive. We doing this, we grind this, we hustling, man, we ballin' hard. We doing this, we grind this, we hustling, man, we ballin' hard. The new song that's gonna come out from me is with me, it's Agoni, and it's with Visare. And it's called We Doing This. Arsani, refreni është anglisht. I hope they like it. Por cilat janë planet e Kozmanit pas lancimit kësaj kënge, që pritet të sjellë suksese për rapin. After this, we doing this, the song that's gonna come out. Obviously, there's a loads of stuff that we've been working on. We ain't stopped, and we're doing an album, Barber Star album, which obviously, hopefully, maybe summer. Nga aty, vendosëm që të larguam prap në banesën e Iqberit, ku tash ai së bashku me shoqërinë e kishim pjesën përfundimtare të ditës. Qilli që i shoqërante është një Xbox. Oh my God, Kë është një prej reperëve të ri në skenë. Për ata që kanë dëgjuar dhe u pëlqeu, pritni edhe pak dhe shumë shpejt do ta shihni Kozmanin me këngë të reja në të ardhmen të afërt.